Kam një surprizë. Edhe pse jemi një 3.4%, prap jemi në pozicion që mund të rikthehemi fuqishëm. Jemi në 2 trades që në profit. Këtu kam pak se kam hyrë Euro USD dhe këtu tek Euro 20 që kam hyrë që në orën 7 e pak. Ishte një ditë emocionale. Isha në 2 trade ditën e djeshme. Fillova me Euro NZD dhe pastaj u futa edhe tek Euro USD pas rejectionit që bëri në strukturë. I mbajta ditën e djeshme overnight dhe sot në mëngjes me stop loss në break-even. Në mëngjes Euro USD kapi break-even dhe vendosa që Euro NZD ta lija akoma më shumë. U futa që në këtë pozicionin këtu dhe sot jemi në këtë moment. Ora është 5:53, është data 2/11, është data 11/2, është pak mbrapshke. Dhe Euro USD. Trade i parë që unë hyra atje ishte këtu. Ishte diku këtu. Dhe natën në zi u rikthye prap këtu. Në mëngjes, në time frame një orë, bëri edhe një rejection tjetër këtu. Këtu. Kjo kanë diri këtu, hammer inverted. Dhe vendosa që ta marr prap si trade këtu. Por deri në momentin diku këtu në break even dhe kjo e kam hequr sepse nuk po më pëlqente mënyra se si po lëvizte, nga që kishte edhe lajme më vonë. Gjithsesi kemi kapur drejtimin pas lajmeve, shikoj që është një candle shumë i madh. Kemi kapur drejtimin dhe tek Euro NZD, paka shumë kam dal nga tregtia diku këtu. Dola me një profit $88. Prisja më shumë, në qoftë se nuk do kishte lajme, padyshim do të kisha lënë akoma më shumë, sepse në time frame-in 4 orë kishte goxha potencial për të arritur atë lower low-in që unë e doja. Nëse kjo është loja, kjo është trading dhe unë jam kënaqur që pak ndola me profit. Zakonisht tek kjo firma po rrezikoj 0.5%, kështu që 80 e pak dollar i bie më shumë se 1.6 diku, 1.7. Le të themi që është një profit konsiderueshëm i mirë. Duhet të tregoja diçka interesante në rrugëtimin e trading, por jo vetëm, edhe në ndryshimet që duam të bëjmë në jetë, ndryshimin e një zakoni apo duam të mësojmë një diçka të re. Një njeri mesatërisht kalon në 5 faza emocionale. Cilat janë këto 5 faza? Kam bërë një vizatim. Nuk shumë i bukur. Kjo është faza e parë. Dhe si shembull do marr trading. Po kjo mund të aplikohet edhe në fusha të tjera. Pasi këto video nuk janë vetëm qëllimi i trading, ky është qëllimi kryesor, po qëllimet e tjera janë që të zhvillohemi,
të mësojmë nga njëri tjetri, të përdorim ato gjëra që mësojmë edhe të avancojmë edhe të ecim sa më përpara me veten tonë. Faza e parë. Faza e parë është ajo fazë ku të duket shumë e bukur ideja që ti jesh një trader, të marrësh shumë lek, të kesh të gjithë kohën tënde në dispozicion, të kesh këto makinat e shtrenjta, pushimet ku të duash, jetën e luksit. Këtu janë fazën e parë, kur ke këto mendime, kur shikon që njerëzit nëpër Instagram, nëpër rrjetet sociale shfaqen me këtë lloj jetese, edhe ti thua pse mos e provoj unë. Edhe futesh që në fillim futesh që të bësh para. Me këtë qëllim e futur të gjithë. Kjo është faza e parë. Faza e dytë. Faza e dytë është kur po ta shikosh është poshtë, vjen për poshtë. Kjo fazë është faza kur ti fillon edhe provon. Futesh në TradingView, futesh në YouTube, futesh kudo, merr informacione, hap një account real dhe milionat atje. Nuk e fillon nga demo, fillon nga elektrale, harxhon, edhe vjen ajo shuplakat e para. Vjen ato vështirësitë e para ku çdo njeri fillon të vënë në pikë pyetje atë imazhin perfekt që kishte krijuar, sepse çdo imagjinat është shumë thjesht e krijuar dhe shumë thjesht e arritshme. E bën atë skenarin që ti e ke arritur atë qëllim që ti do shumë shpejt. Kjo është pjesa e dytë. Kjo është faza e dytë. Faza e tretë, ose quhet ndryshe lugina e dëshpërimit. Në këtë fazë heqin dorë shumica e njerëzve. Është ai 95% që gjithmonë njerëzit flasin. Këtu heqin dorë të gjithë, ose shumica, sepse këtu bëhen gjërat shumë të vështira. Këtu ke hedhur lek në trading. Këtu ke hedhur lek në firma. Ja ke dalë një herë, i kther 2, apo mbrapa, ke ecur, i kther 2, 3, 4, 5, ke nisur prap nga fillimi. Gjithmonë merr atë shuplakën edhe në fund fillon edhe të pyesësh veten që shiko se kjo kot më kanë thënë ata mua që funksionon, se nuk funksionon. I ke marrë të gjitha ato disfatat psikologjikisht i ndërmuar dhe vendos të heqësh dorë, sepse nuk e marr atë jetën e luksit, nuk e marr ato makinat e shtrenjta, nuk e marr ato fitimet 5.000, 10.000, 20.000 dollar në një ditë dhe gjithçka të përmbyset. Dhe këtu heqin dorë të gjithë. Por ti dhe unë nuk jemi gata. Neve shkojmë deri në fund. Imposhtim të gjitha disfatat, edhe pse nuk shikojmë dritë, po e dim që jemi në fazën e tretë. E dim që në fazën e tretë këto gjëra ndodhin. Kalojmë tek faza tjetër, faza e katërt. Këtu fillon të bëhet interesante, sepse këtu ata që vazhduan të ecën pas humbjeve të një pasnjëshme, pas disfatave të një pasnjëshme, pas lloje soj mendimesh dhe lloje soj opinionesh që ndoshta vetes së tyre ata e kanë menduar ose njerëz të tjerë u kanë thënë, kanë vazhduar rrugën e tyre dhe kanë besuar në veten e tyre, pavarësisht se nuk kanë parë asgjë. Asnjë frut nga këto fara që ata kishin mbjellë. Këtu fillon të dalin ato filizat e parë. Ato frutat e para ku ti shikon që shiko se unë bëra kaq lek. Bëra $300, $400, $50, $20, çëndika. Fillon shikon ato frutet e para të trading dhe ajo shpresa që ti kishe, ajo drita në fund të tunelit fillon edhe bëhet akoma më e zhndritshme. Faza e pestë. Faza e pestë është faza e fundit. Faza e fundit ku
ti arrin atë ëndrrën që në fillim e nise, ke ato payoutet, ke ato fitimet e mëdhaja, ke makinat dhe kohën në dispozicion që të bësh çfarë të duash. Është diçka shumë e rëndësishme dhe pse desha ta ndaja këtë, sepse në momentin që ti e kupton që këto janë fazat që ti do kalosh, jo vetëm në këtë profesion, por në çdo gjë që ti do të ndryshosh në veten tënde. Nëse ti je i vetëdijshëm që në fillim do jetë vështirë, pastaj do bëhet akoma më vështirë, pastaj gjatë rrugës nuk do shikoj asnjë benefit, pastaj ndoshta mund të shikoj ca benefite dhe pastaj do t'i arri. Nëse ti je i vetëdijshëm që dhe e beson këtë gjë dhe e shikon veten tënde dhe e motivon gjithmonë që shiko se jam në këtë fazë, po kaloj në këtë fazë tjetër dhe edhe pak edhe do t'ja dal. Në momentin që ti je vetëdijshëm për këtë gjë, ti do ta kalosh shumë shpejt sfidën dhe ndryshimin që ke vendosur vetes tënde. Unë mendoj që jam tek faza e 4. Jam diku këtu. Tek ky pikë këtu. Kam parë disa profite, kam parë ndryshime në veten time, kam parë përmirësime, po prap nuk kam parë ato që unë dua. Kërkon kohë, padyshim, kërkon studim, kërkon impenjim, kërkon t'i lësh çdo gjë tjetër, merresh vetëm me këtë gjë. Mesazhi im është që më përpara nuk e dije që këto faza ekziston, ose mund ta dije, ose mund të dije 1, 2, 3, por nuk e dije kështu me radhë. Tani i di, identifiko veten se në cilën fazë je të këtij sistemi, jepi forca dhe arri atë që duhet. Si në këtë profesion, po edhe në profesionet e tjera që ti do të zhvillohesh, të ndryshosh.